mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Titit kryesor. Ora News zbulon se në disa shkolla që dyshohet se financohen nga lëvizja gyleniste janë ndëruar pronarët, teologët e shohin me dyshim televizja. Burime diplomatike bëjnë të ditur se opinioni i Komisionit Venecias për vettingun mund të vi para dhjetorit për të mos penguar negociatat me Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama akuzon gjykatat, deklaron në kuvent se po bëjnë përpjekje intensive për të penguar rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Qytetarët të Vlonjat tentuan të hyjnë me forcë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak për të kundërshtuar koncesionin e parkingjeve me pagesë. Italia shpall gjendjen e jashtëzakonshme në zonat e prekura nga tërmeti, alokon fond 40 milion euro për të rikuperuar dëmt. Që prej majit të vitit 2015, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i kërkoi Tiranës të mbyllë disa institucione arsimore që besohet se janë investime televizjes gyleniste. Ora News ka zbuluar se muajt e fundit në disa prej këtyre shkollave ka ndryshim të pronarëve. Drejtues të këtyre shkollave pranojnë ndryshimin e pronësisë, por nuk pranojnë të bëjnë asnjë deklaratë, ndërsa teologu Ermir Gjinishi e sheh televizjes si përpjekje televizjes gylen për të vepruar në fshehtësi. Muajt e fundit, në disa institucione arsimore në Tiranë të njohura si investime të biznesmenit Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e konsiderohet nga presidenti Erdogan si organizatë terroriste, ka ndodhur disa ndryshime në pronësinë të paktën 2 shkollave, të cilat Ora News mund t'i dokumentojë nga ekstrakti i paraqitur në QKR. Burime pranë këtyre institucioneve nuk duan të flasin zyrtarisht, por e pranojnë ndryshimin e pronësisë, duke refuzuar të japin sqarime për pronarët e rinj apo të vijës ideologjike që ata përfaqësojnë. Edhe gjatë vizitës së ministrit të jashtëm të Shqipërisë në Turqi Ditmir Bushati, i është përsëritur kërkesa për largim nga Shqipëria të atyre që linja zyrtare e Ankaras i quan të rrezikshëm. Përmes Twitterit, ministri turk Çavuşoglu ka këmbgulur publikisht për kërkesën drejtuar Tiranës zyrtare që të luftojë organizatën FETÖ, siç njihen mbështetësit e Gülen. Ish kleriku akuzohet nga Erdogan se ka qenë organizatori i grushtit të shtetit në korrik të 2016-s dhe e kërkon ekstradimin nga SBA, gjë që ka rezultuar në një komplikim të marrëdhënieve me Washingtonin, që kundërshton largimin e Gülen. Presidenti Erdogan e artikuloi publikisht edhe në Tiranë në maj të 2015-s kërkesën për mbyllje të disa institucioneve arsimore të njohura si sponsorizime të Gülen. Biliyorsunuz ülkemizde bir paralel devlet. Unë e di që kjo strukturë ka veprimtarinë e vet edhe në Shqipëri, në këtë vend mik dhe vëlla. Me vëllezërit e mi të vyer, zotin Ishani dhe zotin Rama, e trajtova këtë çështje dhe kam bindjen se ata do të bëjnë atë që duhet. Ndryshimet e pronësisë së këtyre institucioneve mund të jenë bërë për të fshehur veprimtarinë e lëvizjes, pohon për Ora News teologu Ermir Gjinishi, i njohur për qëndrimet e ashpra kundër kësaj organizate. Të gjitha aktivitetet e tyre, të gjitha llojeve, po ndryshohen pronarët, po ndryshohen drejtuesit, po ndryshohen financuesit e kështu me radhë. Dhe sigurisht që kjo të lënë dyshosh që aktivitetet e tyre kanë pas probleme. Kjo nuk është një organizatë aq e thjeshtë, që është okulte, konspirative, sekrete, me një shtrirje ekonomike, ka shtrirë tentakulat në të gjithë institucionet e shtetit, kush mban përgjegjësi në këtë vend për qindra shtëpi të marra me qira nga këto njerëz, në mënyrë krejtësisht fshehtë, ku rekrutojnë kryesisht studentë nxënës që vinë nga zonat varfra. Gjinishi shpreheti shqetësuar për shtrirjen dhe fuqinë ekonomike të lëvizjes Gülen në të gjithë sektorët, edhe pse mësuesit dhe akademikët që punojnë në këto shkolla, të njohura për performancë të mirë arsimore, nuk pranojnë të debatojnë publikisht me kundërshtarët e tyre. Hamendësimet për lista emrash që punojnë në institucione arsimore, të cilën Ankaraja nuk i lejojnë të hyjnë në Turqi dhe i kërkon shtetit vëllash shqiptar, siç shpreh Erdogan, t'i largojnë nga vendi, do të vazhdojnë përderisa Tirana zyrtare ka zgjedhur të adresojë brenda dyerve të mbyllura, në përpjekje për të shmangur një qëndrim të qartë për këtë çështje, sa delikate, aq edhe të mbushur me konspiracion dhe akuza për element terrorist. Hetimi për lëvizjen gyleniste në Shqipëri është diskutuar dhe gjatë vizitës së ministrit të jashtëm Ditmir Bushati në Turqi. Në takimin që krye diplomati shqiptar zhvilloi me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, u theksua se Turqia i jep mbështetje të pakushtëzuar Shqipërisë për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe nëpërmjet projekteve konkrete në kuadër të angazhimeve të Turqisë në rajon. Ndërkaq, ministri Ditmir Bushati dënoi me forcë tentativën e 15 korrikut për grusht të shteti, duke përshëndetur vendosmërinë e popullit turk dhe përfaqësuesve legjitim për rikthimin e shpejtë të rendit
kushtetues. Dy vendet pritet të formalizojnë një marrëveshje mbi partneritetin Turqi-Shqipëri, duke pastruar këtë me një mbledhje të përbashkët të dy qeverive. Komisioni i Venecias ka shprehur gatishmërinë të përgjigjet në një kohë të shpejtë përpara takimit të dhjetorit për ligjin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Burimet diplomatike bëjnë të ditur për Ora News se Komisioni i Venecias ka gati juristët dhe këshilltarët, të cilët do të angazhohen me përcjelljen e opinionit dhe janë në pritje të arsyetimit që do të dërgojë në Komisionin e Venecias gjykata kushtetuese. Opinioni i Komisionit të Venecias pritet të vijë përpara mbledhjes së Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian që mbahet në dhjetor për të mos penguar kështu procesin e negociatave për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ambasada Amerikane në Tiranë dhe delegacioni i Bashkimit Evropian kërkuan që referimi i draftit në Komisionin e Venecias të ndodhë sa më shpejt për të parandaluar çdo vonesë. Presidenti Bujar Nishani, gjatë një takimi me bashkë reporterët e Këshillit të Europës për Shqipërinë, Andrej Junko Joseph Oreli, ka deklaruar se duhet shmangur me çdo kusht kapja institucioneve të drejtësisë gjatë procesit hartimit të ligjeve. Sipas kreut të shtetit, vetëm kështu do të arrihet zbatimi efikas i kësaj reforme. Nishani ka shprehur shqetësimin mbi atë që ai e cilëson rrezik që i kanoset institucionit të votës së lirë dhe penetrimit gjithnjë më të hapur të krimit në manipulimin dhe tjetërsimin e vullnetit të lirë të votuesve. Me zyrtarët e lartë europian, presidenti ka shprehur shqetësimin e pronarëve për trajtimin e pronave të tyre dhe të personave të persekutuar politik prej regjimit komunist. Sa kaq, kryeministri Edi Rama ka shfrytëzuar debatin për hecet në Valbon për të akuzuar gjyqësorin se po përpiqet të bllokojë vettingun. Në debatin me demokratët, kryeministri argumentoi se lejet janë dhënë nga qeveria Berisha dhe është e vështirë të anulohen. Kreu qeverisë tha se në Valbon do të ketë vetëm 2 hece, ndërsa për 9 të tjera nuk është dhënë drita jeshile. Debatet për ndërtimin e hidrocentraleve në parkun e Valbonës kanë zbritur edhe në sallën e kuvendit, ndërsa kryeministri Edi Rama ka përfituar nga kjo çështje për të akuzuar gjykatat se po përpiqen të bllokojnë vettingun. Hape mbyll syt asnjë procedurë anullimi për shkak të angazhimesh që janë marrë nga qeveria dhe në gjykatat ndërkombëtare, se ato shqiptare e dini vetë ju se po merreni intensivisht për ta bllokuar vettingun, po dhe në ndërkombëtaret nuk mund të shkojë dot qeveria dhe të jetë palë e besueshme në rast se qeveria e mëparshme ka bërë hatara të kësaj natyre. Deputetja demokrate Mimoza Hajdar Mataj akuzoi qeverinë se po shkatërron një pasuri të natyrës shqiptare. Ju ftoj që ta vizitoni të paktën një herë si kryeministër Valbonën. Dhe thuajo me besë se cila është leverdia për tropojanët, por edhe për gjithë shqiptarët. Një Valbon turistike apo një Valbon energjetike. E menjëhershme ka qenë përgjigjja e kryeministrit Edi Rama, i cili tha se lejet janë dhënë nga qeveria Berisha dhe është e vështirë që të anulohen. Kreu i qeverisë u shpreh se hecet në Valbon nuk do të kenë impakt në mjedis, ndërsa theksoi se do të ndërtohen vetëm 2 nga 11. Kur dëgjoni hidrocentrale në Valbon lidhur me këto 2 projekte, sepse 9 të tjerave nuk ja kemi hapur dritën jeshile, mos parafytyroni diga. Nuk do të ndërtohen diga. Përtej debatit për Valbonën, kryeministri Edi Rama përmendi se qeveria ka anuluar 6 hece të vogla në theth, duke ndjekur të gjitha procedurat dhe kriteret e vendosura në kontratë. Ish prokurori i Fierit Petrit Vukaj është shpallur fajtor dhe është dënuar nga gjykata e krimeve të rënda për korrupsion pasiv. Vukaj u dënua me 3 vite burg dhe 5 vjet ndalim të ushtrimit profesionit, por dënimi do të kalojë në shërbim prove për shkak të gjendjes shëndetësore. Ish prokurori u arrestuar për një rishfet prej 3 milion lekësh për uljen e dënimit ndaj një të riu i cili kishte bërë një aksident me vdekje. Gjykata e krimeve të rënda ka dënuar me 3 vjet burg dhe 5 vjet përjashtim nga e drejta e ushtrimit të profesionit ish prokurorin e Fierit Petrit Vukaj, i gjetur fajtor për akuzën e korrupsionit pasiv. Por ish njeriu i drejtësisë nuk do të qëndrojë asnjë ditë pas hekurave, pasi dënimi është konvertuar në 3 vjet shërbim prove. Gjykata ka marrë këtë vendim për ish prokurorin për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, prej së cilës ndodhi në arrest shtëpie. Vukaj u arrestua dhe akuzua në nëntor të vitit kaluar së bashku me 3 persona të tjerë, 2 vëllezërit Elton dhe Arjan Xhemali dhe shtetasin Gazmin Lollari. Ndaj 3 shtetasve të fundit, gjykata vendosi dënimin me nga 1 vit e 10 muaj burg.
Xhemali dhe Nelollari kishin ndërhyrë te kish prokurori për të zbutur vendimin ndaj Elton Xhemalit, që akuzoi për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Hetimet e prokurorisë së krimeve të rënda provuan se ish prokurori Vukaj kishte marrë 3 milion lekë rishfet për këtë ndërhyrje dhe në një seancë të mbajtur më datën 7/10/2015 në gjykatën e Fierit ka kërkuar dënimin me vetëm 2 vjet burg për Elton Xhemali dhe pezullimin e dënimit duke kaluar në shërbim prove. Por kërkesa nuk u pranua nga gjykata. Kjo ka lënë të pakënaqur të dënuarin sipas dosjes hetimore, i cili kërkoi parat, por ish prokurori Vukaj refuzoi pasi sipas tij ai e kishte zbatuar pjesën e tij të marrëveshjes. Petrit Vukaj është njeriu i dytë nga radhat e gjyqësorit që dënohet nga gjykata e krimeve të rënda në harkun e pak ditëve. Të hënën gjykata dënoi me 4 vjet e 5 muaj burg ish gjyqtarin e Sarandës Rasim Doda. Mediat ndërkombëtare kanë raportuar se luftaniet e flotiljes ruse që është nisur drejt e Sirisë po furnizojnë në ujërat që ndodhen në afërsitë e Afrikës Veriore pas tërheqjes së kërkesës për t'ia bërë një gjë të tillë në brigjet e Spanjës. Sipas këtyre burimeve, flotilja ka me vete 2 anijet cistern që po furnizojnë mjetet lundruese ushtarake. Rusia vendosi që të tërhiqte kërkesën për të ankoruar në Spanjë pas presionit që ushtroi NATO ndaj Madridit. Pas anulimit të kërkesës për të ankoruar në brigjet spanjolle, luftaniet e flotiljes ruse që janë nisur drejt Sirisë raportohet se po furnizohen me karburant në afërsitë të brigjeve afrikane. Lajmi është përcjell nga mediat ndërkombëtare, ndërkohë që ende nuk ka një koordinatë të saktë se ku po ndodh ky proces. Gjithnjë në bazë të këtyre informacioneve, flotilja kishte patur me vete 2 anije cistern, të cilat bëjnë të mundur furnizimin e anijeve edhe në rast se ato nuk ankorojnë në breg. Më herët Spanja dhe Rusia patën një moment tensioni diplomatik. Ambasada ruse në Madrid kërkoi fillimisht që luftaniet e saj të furnizoheshin me karburant në brigjet spanjolle. Paraprakisht qeveria spanjolle e kishte pranuar kërkesën, por më pas me presionin e NATO-s, u tha se kërkesa po shqyrtohej sërish. Ky veprim nuk u prit mirë nga Moska, e cila anulloi kërkesën për të ankoruar në Spanjë. Aleanca e Atlantikut të Veriut ka shprehur shqetësimin se luftaniet që po dërgohen në Siri do të përdoren për sulme ndaj rebelëve sirian që kundërshtojnë qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Palët vijojnë ende të kenë mosmarrëveshje të theksuara mbi mënyrën se si duhet zgjidhet kriza e lindjes së mesme. Nga njëra anë, perëndimorët e shohin presidentin Assad si liderin e një regjimi totalitar, ndërkohë që nga ana tjetër, Rusia e konsideron atë si liderin e një qeverie legjitime. Dërgimi i flotiljes në brigjet e lindjes së mesme është parë me shqetësim nga vendet anëtare të NATO-s, si dhe është monitoruar vazhdimisht me kujdes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se kur kanë kaluar 10 ditë që prej nisjes së operacionit ushtarak për të çliruar Mosulin nga Shteti Islamik, 800 deri në 900 militantë të Shtetit Islamik kanë mbetur të vrarë. Ekspertët janë shprehur se është shënuar progres i konsiderueshëm, por paralajmërojnë se rimarrja në dorë të qytetit mund të kërkojë disa javë. Kur kanë kaluar 10 ditë nga nisja e operacioneve për çlirimin e qytetit të Mosulit nga Shteti Islamik, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë paraqitur një raport paraprak për progresin e shënuar deri më tani, teksa raportuan se gjatë luftimeve. Sipas ekspertëve, ky ritëm është mjaft i kënaqshëm pasi besohet se në kohën kur nisi operacioni madhor, në këtë zonë qëndronin afro 5000 terroristë. Megjithatë, ata gjykojnë se luftimet do të vështirësohen me kalimin e kohës për shkak se militantët mund të përdorin qytetarët si mburoja njerëzore për t'i bërë ballë sulmeve të ushtrisë qeveritare, që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara si dhe nga luftëtarët kurd. Nga ana tjetër, përllogaritet se nga radhët e Irakut 57 ushtarë janë ndarë nga jeta, ndërkohë që 250 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Pavarësisht hapave pozitiv që kanë ndërmarrë forcat irakiane, komandantët më të lartë të ushtrisë kanë paralajmëruar se rimarrja në dorë e qytetit mund të kërkojë jo vetëm javë, por edhe muaj. Qyteti i Mosulit është i vetmi qytet në Irak që vijon të jetë plotësisht në kontrollin e ekstremistëve të Shtetit Islamik, pavarësisht se celulat të ndryshme janë të pranishme edhe në zona të tjera. Zyrtarët janë shprehur se një operacion i suksesshëm në këtë rajon do të kishte një rëndësi të madhe strategjike. Përveç përplasjeve të drejtë për drejta në terren, forcat irakiane janë mbështetur edhe me bombardime ajrore nga Shtetet e Bashkuara, ndërkohë afro 100 ekspertë amerikan po qëndrojnë afër komandantëve irakian, duke i këshilluar për strategji luftarake. Këshilli i Ministrave në Itali ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për zonat e prekura nga tërmeti, teksa ka alokuar dhe një fond prej 40 milion eurosh për të rikuperuar dëmet në infrastrukturë, si dhe rehabilitimin e banesave të shkatëruara. Ndërkohë, Kryeministri Renzi ka vizituar zonat më të goditura, teksa premtoi angazhimin e qeverisë në mënyrë që çdo gjë të kthehet në normalitet.
Qeveria italiane ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për zonat e goditura nga tërmeti me magnitudë 5.4 ball me epiqendër në Italinë qendrore, teksa pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave është miratuar dhënia e fondit prej 40 milion eurosh që do të shkojnë në ndihmë të komunave të dëmtuara. Kryeministri italian Matteo Renzi vizitoi më herët qytetet më të prekura të kësaj tragjedie natyrore ku u takua me banorët e zonës, si dhe me përfaqësuesit e lartë të mbrojtjes civile dhe të kryqit të kuq. Tërmeti po na vë përballë një prove të vështirë, por Italia është e fortë dhe ne nuk do t'i lëmë vetëm qytetarët, por do t'ja dalim, u shpreh shefi i ekzekutivit italian gjatë vizitës në komunën e Camerinos, që ishte edhe një nga komunat më të prekura nga lëkundjet sismike. Matteo Renzi deklaroi se ishte kundër ngritjes së kampeve të përkohshme të qëndrimit për strihimin e banorëve, që kanë mbetur pa banesa pas shembjes së tyre. Ai arsyetoi se kur dimri po troket, kjo nuk është një zgjidhje për problemin, duke shtuar se duhet nisur sa më shpejt nga puna për rikonstruktimin e godinave të dëmtuara. Nga ana tjetër, mediat kanë raportuar se që prej tërmetit të magnitudë 5.4 ball ka patur edhe 150 lëkundje të tjera, por të shkallave më të ulta. Fatmirësisht tërmeti nuk shkaktoi viktima në mënyrë direkte, por zyra e mbrojtjes civile raportoi se një person i moshës 74 vjeçare kishte ndërruar jetë si pasojë e një infarkti në zemër. Gjithashtu 8 persona kanë marrë plagë të ndryshme, por janë jashtë rrezikut për jetën. Në shumicën e rasteve, godinat më të prekura nga lëkundjet sismike kanë qenë ato të ndërtuara në shekujt e kaluar. Në përfundim të trajnimit të 3 javor të zhvilluar nëpërmjet forcave speciale Renea, forcave të batalionit special të Ministrisë së Mbrojtjes në bashkëpunim me forcat speciale amerikane në ambientet e Akademisë së Arteve, u inskenua një situatë pengmarrje masive ku efektivët demonstruan përgatitjen e tyre. Ky demonstrim organizuar nga Ambasada Amerikane në kuadër të masave antiterrorizëm, stërvitja merr shkak edhe nga ngjarjet dhe situatat më të fundit në disa vende ku ngjarje të tilla kanë qenë të shpeshta. Edhe pensioneve nuk do të ndikoj në nivelin e borxhit publik. Kryeministri Rama në një aktivitet të Bankës së Shqipërisë tha se të ardhurat kanë arritur nivele mjaft kënaqshme dhe fal kësaj situate të re do të rriten pagat dhe do të ulet edhe borxhi publik me 1%. Kredit me probleme kanë qenë një ndër shqetësimet kryesore të ngritura në konferencën kombëtare të Bankës së Shqipërisë. Nga të dhënat e këtij institucioni konstatohet se niveli i kredive të këqija për 6 mujorin e parë të 2016-s ka shkuar në 20% në krahasim me 18.2% në fund të vitit 2015. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko tha se ky fenomen kërkon shumë punë. Seiko nënvizoi se problemet kryesore të ekonomisë shqiptare mbeten ulja e borxhit publik, rritja e punësimit dhe kthimi i inflacionit në objektiv. Rikthimi gradual i ekonomisë në ekuilibër do të ndihmojë në përmirësimin tërësor të treguesve ekonomik, me të cilët më konkretisht kanë parasysh rritjen e punësimit, kthimin e inflacionit në objektiv, reduktimin e borxhit publik dhe forcimin e mëtejshëm të bilancave financiare të sektorit privat. Nga ana tjetër, fenomeni i kredive me probleme, i cili në masën dërmuese pasqyron dhe efektin prapaveprues të goditjes që ne morëm nga kriza, është drejt adresimit, ndonse mbetet ende shumë punë për të bërë deri në zgjidhjen përfundimtare të tij. Edhe për kryeministrin, pavarësisht arritjeve ekonomike, është e rëndësishme që të gjendet një zgjidhje për uat me probleme, ndërsa nënvizoi se përmirësimi i të ardhurave përkthehet në rritje rrogash e pensionesh, si dhe ulje të borxhit publik. Cilësia e portofolit kredis dhe gjatë vitit 2015 është parë një përmirësim i ndjeshëm. Ka zbritur me 4.6 pikë niveli i kredive me probleme, krahasuar me fundin e vitit më parshëm, por mbetet një sfidë e përbashkët e Bankës së Shqipërisë, e qeverisë shqiptare dhe më gjërë ulja e mëtejshme e këtij niveli. Konferenca kombëtare e Bankës së Shqipërisë do të fokusohet në ndikimet dhe pasojat e mundshme të fenomenit Brexit në zhvillimet institucionale, tregtare dhe financiare në rajonin e Evropës juglindore. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezantuar përpara përfaqësuesve të Fondit Monetar Ndërkombëtar një situatë të zymët ekonomike si pasojë e korrupsionit, kapjes së shtetit nga një grusht oligarkësh, drogës, gjobave dhe arbitraritetit të tatimorëve. Gjatë takimit me shefin e misionit të FMN-s për Shqipërinë, Anita Tuladar, dhe përfaqësuesin e FMN-s në Tiranë, Jens Renke, Basha tha se gjendja kritike e ekonomisë shqiptare është rezultati i politikave të gabuara të qeverisë Rama, si rritja e taksave dhe skemat korruptive të koncesioneve. Duke
ndalur tek kultivimi i kanabisit, Basha nënvizoi se ky vit ka shënuar prodhimin më të madh të drogës në vendin tonë. Sipas Bashës, paratë e drogës janë të destinuara për të korruptuar funksionar të shtetit dhe për të blerë votat. Dalemi në Kosovë, Kuvendi i Kosovës ka pasur sot debate të ashpra gjatë seancës së jashtëzakonshme të thirrur nga Partia Demokratike për luftën e UÇK-s. Opozita akuzoi mazhorancën se ka thirrur seancën për kapital politik dhe fajsoi ndërkombëtarët për qëndrimin ndaj kësaj lufte. Ndonë se nisi si një seancë ku synoi adoptimi një rezolute për njohjen e kontributit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, salla e Kuvendit kosovar është përfshirë nga debatet e ashpra si dhe akuzat e ndërsjellta mes partive të majorancës dhe atyre opozitare. Në fjalën e mbajtur përpara deputetëve, kryeparlamentari Veseli u shpreh se lufta që ka bërë UÇK ka patur si qëllime të vetme lirinë dhe pavarësinë e vendit. Lufta e Kosovës për liri ishte një luftë e drejtë, çlirimtare për mbijetesën e popullit të robëruar në fundin e shekullit 20, kur gjithë popujt tjerë të Evropës ishin të lirë. Ishte luftë për çlirim, asgjë më shumë, asgjë më pak. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufca ka vënë në pikpyetje qëndrimin e ndërkombëtarëve për UÇK-n. Kur është puna për krimet që i paska kryer UÇK-ja dhe shqiptarët, bashkësia ndërkombëtare është udhëhequr nga parimi do të gjendet gjelpëra në kasht. Kurse sa i përket krimeve të Serbisë në Kosovë, ata udhëhiqen pe principit ujkun pesho, po nuk pisho gjuhën të kërkon. Ndërkohë, kreu i nismës Fatmir Limaj u shpreh se qeveria është kujtuar vonë për kontributin e UÇK-s dhe se kjo seancë është bërë për të fituar kapital politik. Ju kisha lutur që të paktën mos tentoni me përdor vujtje, dhimbje, padrejtësi, këtë që kanë me mbledh bashkë për pojena clear politik kishte që na bëm diçka. Në fund të kësaj seance të jashtëzakonshme pritet që deputetët e Parlamentit të Kosovës të votojnë një rezolut në lidhje me mbrojtjen e vlerave të UÇK-s si dhe rolit të saj në pavarësinë e Kosovës. Unë nuk do të replikoj në temat Është zhvilluar me debate mbledhja e Këshillit Bashkiak të Vlorës për çështjen e koncesionit parkingjeve, për cilin ishte ftuar të jepte informacion administratori i kompanisë TIS Park, Bashkim Shalla. 10 qytetarë, pasi kanë protestuar jashtë bashkisë, kanë tentuar të futen me forcë në mbledhje për shkak se një orë ata kanë bllokuar tek dera e bashkisë së Vlorës, ndërkohë që nuk lejoheshin nga policia bashkiake ndaj rendit të futeshin në sallën e mbledhjes. 10 qytetarë vlonjat kanë protestuar para bashkisë kundër koncesionit të parkingjeve me pagesë, duke e cilësuar abuziv. Ata kërkuan anulimin e vendimit që diskutohej në Këshill Bashkiak, ku ishte thirrur të referonte dhe administratori i firmës fituese. Diskutohet që të merren gjoba 45.000 lekë për një parkim 500 lekë, që totalisht koncesioni është i pa drejt dhe abuziv. Tu kërkohet që të merren edhe qindarkat e fundit qytetarëve. Na takon ta mbrojmë. Si që kemi mbrojt me sheku, i duhet ta mbrojmë edhe tani. Tani ta mbrojmë nga armiku i brendshëm. Qytetarët tentuan të hynë me forcë në Këshill Bashkiak për të qenë të pranishëm në mbledhje, por nuk u lejuan nga forcat e shumta të bashkisë që kishin rrethuar bashkinë. Me ndërhyrje të këshilltarëve pas 45 minutash, qytetarët janë futur në sallë për të ndjekur diskutimet për parkingjet me pagesë. Administratori TIS Park, Bashkim Shalla, është pyetur për biletën dhe tarifat shtesë që aplikohen në rast të mosdhënies së 50 lekësh të orës së parkimit. Shqetësim ka qenë dhe mos kolaudimi i mjeteve të përdorura nga kompania për tarifim. Duhet jemi informacion pse ju shkelni pikat e kontratës pa vendim të Këshillit Bashkiak. Atëherë, tarifa 600 lekë është tarifa ditore e parkimit. Pra janë 12 orë herë 50 lekë, bën 600 lekë. Në asnjë rast nuk e kemi shkelur, nuk kemi përtej kësaj tarife shtesë. Ndërsa 3.000 lekëshi është ndërshkimi, është penaliteti. Në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak të Vlorës, pritet të miratohet ndryshimi i tarifës së penalitetit në rast mospagese në kohë të parkingut nga 4.500 lekë të reja në vetëm 500 lekë, sipas propozimeve të këshilltarëve. 2 artiste të njohura janë bashkuar nismës së shoqërisë civile për të protestuar kundër ndërtimit të hidrocentraleve në lumin Valbon dhe importit të mbetjeve. Për të sensibilizuar sa më shumë qytetarë, së bashku me disa artistë të tjerë në Tropoj dhe në Tiranë, do të mbahet një koncert protest. Apeli i tyre është mos ma prek Valbonën dhe jo importit të mbetjeve në Shqipëri.
Artistet e njohura Elina Duni dhe Eda Zari si dhe aktiviste Akip kanë ftuar të gjithë qytetarët që të bëhen pjesë e koncertit protest kundër ndërtimit të heceve në Valbon dhe kundër importit të mbetjeve. Kjo protest vjen me moton të mbrojmë tokën, ujin, ajrin dhe jetën dhe organizatorët theksojnë se nuk ka asnjë qëllim politik. Që të ngrihet një zë, që vërtet të ekzistojë një zë i qytetarëve i cili është i pavarur dhe i cili nuk duhet të friksohet. Sepse përfundimisht kjo është një demokraci dhe mund të themi ne nuk jemi dakord me këtë gjë. Nuk jemi dakord se si disa gjëra në lidhje me natyrën, me këto dy vendime po bëhen, na shqetëson, është vërtet ky shqetësim. Të sjellim sa më pranë mesazhin mos ma prek Valbonën, lëje lumin e lirë dhe jo importit të mbetjeve në Shqipëri. Kjo është një nismë e cila është krejtësisht pa bordura apo ngjyrosje politike apo të partishme. Përfaqësues të AKI paralajmëruan se do të ndjekin çdo formë për të mos lejuar importin e mbetjeve. Neve do të veprojmë në të gjitha drejtimet paralelisht, edhe në rrugë institucionale, edhe përmes protestave. Në fund fare, është e sigurt që në rast se do jetë nevojshme të shkojmë prapë në referendum. Koncerti protest do të mbahet në Tropoj në datën 29 tetor në orën 14 deri në 18 dhe në 30 tetor në orën 18 në Tiranë. Ministria e Arsimit ka shtyr afatin e regjistrimeve për në universitete. Sipas një udhëzimi të ministrisë, tashmë ka 3 raunde të zhvendosjes së vijës së kuqe dhe datat janë 27, 28 tetor, 29, 30 tetor dhe 31 tetor, 1 nëntor, datë kur mbyllen regjistrimet. Pas këtyre 3 raundeve do të mbyllet regjistrimi për në universitet. Mësuese gjithsej ka mbi 4500 kuota të lira në universitetet publike. Vetëm Universiteti i Mjekësisë ka 93 kuota të lira. Tirana do të pres në maj të vitit 2017 edicionin e 18 të Bienales së Mesdheut, e cila do të sjellë në kryeqytetin shqiptar rreth 200 artistë nga 20 vende të botës. Pavarësisht të sfidës së organizimit, Ministria e Kulturës dhe Kryebashkiaku Erion Viliaj në një konferencë të përbashkët thanë se aktiviteti do ta shndërrojë Tiranën në kryeqytet të artit dhe kulturës. Maj viti 2017 do të shëndroj Tiranën në kryeqytetin e artit në Mesdhe. Më shumë se 200 artistë nga 20 vende do të mbërrinë në kryeqytetin shqiptar për edicionin e 18 të Bienales së Mesdheut. Ministri e Kulturës Mirela Kumbaro e cilësoi organizimin një sfidë që tregon se Tirana mund të jetë kryeqytet i kulturës. Ju siguroj që nuk është një ndërmarrje e lehtë. Nuk është vetëm një aventurë e bukur. Është një sfidë e vështirë, sepse e vështirë për të bërë bashkë të gjitha mendjet e Mesdheut, e vështirë për të kapërcyer të gjitha urat e detit, por edhe për të gjetur gjuhën e përbashkët për të ndërtuar një program i cili jo vetëm duhet të jetë mesdhetar, jo vetëm artistik, jo vetëm multikulturor, por edhe social, edhe konstruktiv. Kryetari i Bashkisë Erion Viliaj theksoi rëndësinë e një veprimtarie të tillë kulturore. Ajo që ne do të trashëgojmë nga Bienale do të jenë 200 gjilpëra të vogla në trupin e këtij qyteti që ndoshta do të provokojnë nervat e duhur për të pasur një reagim akoma më pozitiv ndaj artit dhe kulturës. Kështu që mezi pres që të presim 200 artistë në Tiranë, ndoshta edhe më shumë. Presidentja e Bienales Dora Bej shprehu entuziazmin që nëpërmjet artit dhe kulturës të shprehim diversitetin e Mesdheut. Dua të shpreh entuziazmin për majin e ardhshëm. Shpresoj që përmes artit dhe kulturës të bëjmë praktik përmes diversitetit. Besoj shumë që ky proces do të zhvillojë edhe kulturat tona, sepse Tirana do të kthehet në shtëpinë e 200 artistëve. Bienalja Mesdheu do të vinë në titullin Shqipëria, e cila është bazuar në 4 koncepte: historia, konflikti, ëndra dhe dështimi. Do të shkojmë për disa minuta në parlament, po votohen në këto momente projekt ligjit të rendit të ditës. Mbyllet votimi. Me 78 vota pro, miratohet edhe në tërësi. Atëre vazhdoj me projekt ligjin tjetër. Nderuar teleshikues, ju kujtoj që opozita ka braktisur punimet e parlamentit dhe nuk po merr pjesë në votimet e të gjitha projekt ligjeve të rendit të ditës. Ndërkohë në këto momente flet kryetari Meta, sigurisht edhe hapet votimi me elektronik në parim. Po votojnë.
mbyllet. 76 vota pro, miratohet.